Shkaqet e përfundimit të keq. Përfundimi i keq ka disa shkaq. Një ndër to është dhënia pas dunjas dhe largimi nga ahireti. Saq dunjaja e pushton plotësisht zemrën e tij, nuk mendon për ahiretin. Halli i tij është vetëm dunjaja, të shes, të blej, e teq, dhe nuk mendon fare për ahiretin. Ai punon për të ndërtuar pallote, po nuk punon për varrin e tij. Të gjitha ambiqetet e tij janë për dunjan. Një njeri si ky nuk do të ketë sukses për përfundim të mirë. Ky që në fund të jetës së tij thot 11 me 11 sa bëjnë, merret akoma me llogari. Ai vazhdimisht është marrë me to deri në frymën e fundit të tij. Një tjetër thot: rinovoni filan shtëpin, kopshtin e filanit, edhe në frymën e fundit nuk thot la ilaha illallah. Tër jetën e tij është marrë me këto gjëra. Shkak tjetër është dhënia pas mëkateve dhe guximi për t'i bërë ato, si dhe lidhja e zemrës me ato mëkate. Gjithashtu edhe kjo është një ndër shkaqet e përfundimit të keq.